Në videon e sotme do ju tregoj se si të bëni upshift dhe downshift pa përdorur levën e freksionit. Nëse keni parë videon më përpara se si të ulim marshin, do e keni shumë thjesht me anë balancimit gazit. Për të bërë upshift apo downshift motor pa freksion, duhet kuptoni që në momentin që ne duam të ndrojmë marsh për sipër, pra të bëjmë upshift, xhirot në marshin tjetër do ulet. Pra nëse unë kaloj nga marshi 2 në marshin e 3, xhirot e motorit do ulet. Dhe për ta ndruar pa freksion, unë duhet ta bëj manualisht të gjë, duhet ul xhirot e motorit me anë gazit. E mbaj karikuar levën e freksionit, lëshoj gazin dhe në tjetër kohë ndroj marsh. E mbaj karikuar, në tjetër kohë ndryshoj marsh. E mbaj karikuar, ul gazin, në tjetër kohë ndryshoj marsh. Kjo është logjika se si bëhet upshift pa freksion. Kjo shërben shumë, sidomos kur je duke bërë gara shpejta edhe nuk e humbet atë kohën duke shtypur freksionin. Nga kaut tjetër funksionon këtë ndryshe. Duhet kuptojmë që në momentin që ne duam bëjmë downshift, pra të ulim marsh, xhirot e motorit ngrihet. Që do thotë, unë duhet i jap gaz në këtë moment dhe jo ta lëshoj gazin. E njëjta logjikë, e mbaj karikuar levën dhe në momentin që dua të ul marsh, thjesht i jap gazin. Kjo gjë bëhet prej herë dhe shumë shpejt, sepse nëse unë dua të lëviz marshin për të bërë upshift apo downshift pa i bërë këto, kjo nuk të lëvizi, ja. As sipër, as poshtë. Ama në momentin që unë dua ndroj marsh për sipër, çfarë bëj? Mbaj karikuar, lëshoj gazin dhe ndroj. Nëse unë dua ndroj marsh për poshtë, çfarë bëj? Jap gaz, mbaj karikuar levën dhe ull marsh. Kjo është logjika kryesore. Ullja marshit pastaj të ndihmon në përkthesa, që ti të mos humbasësh atë kohën me freksionit, sepse kur ne shtypim freksionin zakonisht motori humbet atë frenimin dhe është më shpejt ndalimi pa freksion se sa ndalimi me freksion.